Zoti Roy, për të ndalur pikërisht në këtë pikë, ju si e shikoni krijimin e shtetit Bektashi, ku sipas medias franceze Intelligence One bëhet e ditur se shteti Bektashi po shkon drejt krijimit të tij dhe po përfundon ato detajet e mbetura. Në këtë rast, çfarë fshihet pas krijimit të këtij shteti dhe si është e mundur që Shqipëria, një vend kaq i vogël, të lejojë krijimin e një shteti Bektashi brenda shtetit të saj? Pikë pari duhet të thënë dy gjëra, që ta kemi kuptimin e njëjtë për atë për çka po flasim. Kjo çështja e të ashtu quajturit shtet Bektashi nuk është çështje e tanishme, është një projekt antikombëtar, antishqiptar, i cili ka filluar që në kohën kur kryeministri ishte Ilir Meta, dhe i cili është vazhduar me qetësi, pa u lodhur shumë në të tjerët, pa u kuptuar shumë nga shumë kush, janë vendosur piketat që të vim sot këtu ku jemi dhe në momentin kur i duhet pronarit real të shtetit shqiptar dhe shumë interesave të tjerë rreth e rrotull, por në asnjë lloj mënyre interesave të popullit shqiptar, në këtë moment del dhe vendoset, është një çështje e mbyllur tani më, ajo është vendosur, derisa një gazetë franceze del dhe e paralajmëron, tregon që shërbimet e huaja kanë informacion shumë më tepër se sa ai sa del në gazetë. Ajo që mund thuhet me shumë qetësi për këtë ashtu quajturin shtet Bektashi, është një projekt antikombëtar, antishqiptar, është njëri nga projektet e tilla, sepse le të mos harrojmë që në Shqipëri çdo lloj shërbimi ka çerdhe kudo. Tirana është si Berlini i luftës sot. Pra kemi çerdhe të shërbimeve të huaja të cilat punojnë haptazi në një han pa porta, pa i penguar kush. Pra në Shqipëri është kollaj të organizohen gjëra të tilla. Le të mos harrojmë që në Shqipëri kemi disa gjëra të tilla, nuk është i pari organizimi i tillë ky. Sot kemi shtetin Bektashi, më parë kemi atë mund ta quajmë shtetin e Manzës, ku janë revolucionarët iranian, të cilët funksionojnë si shtet në vete. Kemi shumë gati edhe shumë projekte të tilla. Kemi kantonizimin e Shqipërisë si po ndodh me reformën territoriale. Kemi praktikisht njerëzit të cilët po dalin haptas për krijimin e një kantoni katolik, për ndarjen e shqiptarëve me baza fetare, sidomos në veri, po të shohësh qytete si Shkodra, për shembull, ndarjet janë me thik. Unë sapo e vizitova Shkodrën, ndarja midis komuniteteve fetare në Shkodër është bërë e frikshme, është bërë një nga problemet, ka qenë historikisht, por kur ka qenë shumica muslimane në qytet, ka qenë më pak e ndihshme. Tani që ka ndryshuar raportet midis feve në qytet, ke një ndarje me thik, e si Shkodra ke edhe vende të tjera, pra po hidhen bazat e një kantoni katolik, sigurisht që kisha ortodokse greke që maskohet si autoqefale shqiptare, pavarësisht se kanë vënë një kukull atje, një ish musliman si kryetarin e saj, ata janë të gatshëm me pjesën e vet, me kantonin e tyre. Sigurisht që vllahët e kanë gati projektin e tyre për një krahin me shumicë vllahe, të cilët e patën publikuar hartën që në vitet 2010-2020. Pra në Shqipëri ke komunitete të jashtëzakonshme etnike, në Shqipëri doli që na duhet konsullat serbe edhe në Shkodër, dhe ministri i jashtëm me shumë qetësi i tha gjithë shqiptarëve që edhe në Shkodër do ta ngrejmë konsullatën serbe se na duhet, sepse do të japim reciprocitetin Serbisë me Preshevën edhe me Bujanovcin, e të tjera. Pra po u hap kjo lojë, siç po e hapin këta, në Shqipëri, mos e harrova, kemi gati projektin e të ashtu quajturit e Piri Veriut. Pra, janë të gjithë gati që në momentin që kjo bëhet precedent, se njerëzit duhet ta kuptojnë, në politikën ndërkombëtare, gjërat funksionojnë me precedent. Nëse diçka pranohet sot, atëherë bëhet më nga dikush, bëhet më e pranueshme nesër për një diçka tjetër. Sepse në momentin që e ke pranuar një herë, nuk mund të thuash që herën e dytë që unë nuk e pranoj dot më këtë. Dhe pranimi i konceptit, pranimi i parimit të krijimit të një shteti nga hiçi, me konturet se pas sot kishte një intervistë
një gazetari që thonte që jo, po kjo është statusi I tyre I mëparshëm. Këto janë të gjitha në atë që quhen anglisht bull. Më falni për shprehjen, po janë të gjitha rrena që ju hidhen hi syve ju shqiptarëve sepse mendojnë që shqiptarët janë ignorant dhe nuk kuptojnë dhe kaq din këta dhe jep ju këtyre një tagji që të hanë, jep ju këtyre që të hanë pak paçe dhe pilaf, edhe në darkë të shkojnë të bëjnë ca punë të tjera të cilat nuk më thonë këtu publikisht dhe janë të kënaqur këta. Nuk funksionon ashtu, nuk është realiteti, është një gënjeshtër e trash, nuk ka lidhje çështje statusi ndërkombëtare të tjera. Këtu po krijohet një shtet me interesa të qarta, me monedhë dhe me interesa të qarta që të shpërlahen parat e gjithë botës. Ky është një projekt I shtetit I sindikatës ndërkombëtare të krimit për të pastruar parat e gjithë botës në Shqipëri. Pra Shqipërinë mirë se lavatriçe, po do ta bëjmë lavatriçe bashkë me nevojtore, pra do ta fusim makinën larëse të rrobave, atë më të renë që vjen nga nuk di se ku, domethënë nga firmat më me emër, se sigurisht I marrin firmat me emër, do të fusim dhe do të kemi banka aty brenda që do të funksionojnë si lavatriçe të parave të ndyra që vinë nga e gjithë bota. Ky është projekti dhe ky projekt do të hap shumë kanale, siç e thash më sipër, dhe ky projekt rrezikon të na çojë në një luftë të frikshme fetare e cila është shumë më afër se sa kujtojnë njerëzit. Është shumë afër sepse po shtyhet nga shumë anë, jo vetëm në Shqipëri, po shtyhet edhe në troje tjera shqiptare, por me që po flasim për Shqipërinë sot, ka shtysa pafund për këtë. Dhe të vetmit që e denoncojnë dhe që e thonë këtë ashtu siç është, jam unë edhe 2-3 kolegët mi. Dhe është askush në Shqipëri nuk guxon që t'i thotë këto kaq haptos dhe nuk flitet në media për këto. Gjithë gënjejnë I hedhin tagji popullit shqiptar sepse konsiderojnë skllav. Për këtë duhet protestojnë. Për këtë duhet rebelohen. Ose do pranojmë që shqiptarët, ata që mendojnë se janë shqiptar në brenda shtetit shqiptar, janë sklever dhe për disa gjenerata do të jetojnë të tillë për sa kohë që kanë të hanë, të pinë, një shtëpi të bukur, 2-3 piktura të kopjuara ndaj këtej. Në këtë rast, cilat janë ato shtete që kanë interes që të krijohet shteti Bektashi në Shqipëri dhe a ekziston një skenar I shkombëtarizimit të Shqipërisë dhe që e vendos vetë Shqipërinë në pikpyetje vetë ekzistencën e saj? Krijimi I shtetit Bektashi është një sipërmarrje e disa interesave të ndryshme të cilat konvergojnë tek shteti Bektashi, tek krijimi I këtyre. I intereson Greqisë, siç e thash më sipër, për çështjen sepse hap rrugën e të ashtu quajturit e Piri Veriut. I intereson Serbisë sepse jep paralelen e Zajednicës në Kosovë dhe të krijimit të një enklave ku autonome brenda Kosovës. I intereson shumë kujt tjetër, intereson sindikatët ndërkombëtare të krijimit sepse ju jep atyre instrumentin e qartë të pastrimit të parave. Pra, është një konvergjencë e të gjitha interesave antishqiptare, të cilat në shtetin shqiptar bëhen shumë kollaj sepse e gjithë paria e Tiranës janë të gatshëm të bëjnë gjithçka, se s'po dua ta them atë fjalën tjetër me ulje pantallonash, të bëjnë gjithçka për të ruajtur pozitën e tyre, për të ruajtur pushtetin e tyre, për të fituar paratë e tyre dhe për të ofruar televizioneve siç bën kryeministri që edhe kur është me pushime dhunon njerëz, po pak rëndësi kanë këto gjëra të vogla, këto janë hi syve njerëzve. Dhunoj apo jo, apo sollkeqja e gazetarit atje në Vuno është një çështje tretësore. Nuk ka kush interes shumë për këtë punë. Çështja thelbësore është që shqiptarizimi I Shqipërisë nuk është më thjesht një ushtrim teorik, është një praktik e vendosur në zbatim. Shqiptarëve ka të paktën 25 vite, a 30 e kusur vitet që ju thohet, nëse doni, qëndroni. Nëse do qëndroni me rregullat tona. Do të rrini si sklever ose do të rrini si kriminal. Do të silleni në mënyrë kriminale të paktën një herë në ditë. Edhe njeriu më që sheh veten më së largu nga krimi, përdor paranë e krimit, përdor ekonominë e shkallës së krimit, përdor gjithçka që është e lidhur me krimin dhe bën një poshtërsi të vogël në ditë. Kjo është mënyra për të jetuar mirë në Shqipëri. Të gjitha të tjerat janë rralla.
Të gjitha të tjerat janë pralla me bisht. Ose nëse nuk pranoni këtë, atëherë do të largoheni. Do të zbrazet Verilindja, do të zbrazet Juglindja, do të ripopullojmë o me Bangladesha sepse na duhen sklevrit në Tiranë për të na pastruar shtëpiat dhe për të na punuar në për ato gjërat që nuk duam t'i bëjmë më ne, dhe në për këto vende tjera do të ripopullohen me etni të tjera, do krijojmë bazamente etnike të tjera dhe do të hapim lojën që në Shqipëri pastaj kemi një shtet revolucionar iranian, një shtet Bektashi, kemi një shtet Vllat, kemi një shtet harrova bullgaret, se kemi edhe bullgarë në Shqipëri, maqedonasit, cilët as pyesin fare për flamurin dhe për himnin shqiptar. Pra në Shqipëri kemi pakica pa fundne. Dhe po të vi puna aty, bjeri t'i bim, hipja kalit, zbritja kalit, ne jemi mësuar me këtë punë. Mirë po, kjo është, domethënë, ndoshta njerëzit mund edhe të qeshin e të zbaviten me 2-3 batuta që mund thot dikush në një podcast, po kjo nuk është çështja. Kjo nuk është problemi. Problemi është që Shqipëria po të shqiptarizohet. Problemi është që shqiptarët që ngelin brenda Shqipërisë po janë skllavëruar. Çështja është a do të rrinë kështu apo do të vazhdojnë një rrugë me nder ku nuk do ta kenë aq kollajshme, por të paktën do të jetojnë me nder, të paktën fëmijëve dhe nipërve tyre, të mbesave, do t'ju japin mundësinë që të jetojnë me nder. Kjo është çështja. Këtë duhet zgjidhin shqiptarët në këtë vjesht jashtëzakonisht shumë të nxehtë. Ajo që duhet të jem realist, nuk është fort optimiste, nuk të le vend për optimizëm, por unë kam thënë edhe herë të tjera, unë nga natyra jam optimist për popullin tim dhe gjithmonë dëshiroj të besoj që shqiptarët do ta gjejnë një rrugë zgjidhje dhe pres të shoh nëse në vjesht do të ketë realisht reagim apo do t'i lënë vetëm ata dje me vajza që janë atje në shesh, të cilët po sakrifikojnë me thënë drejtën, për të pavarësisht se sa të qartë ose të paqartë janë, sakrifikojnë për ditë për të dhënë një mesazh, për të dhënë një kushtrim për shqiptarët. Tani është pyetja që kërkon përgjigje është a janë shqiptarët, a meritojnë shqiptarët këtë lloj impenjimi të atyre djemve dhe vajzave, a do t'ju bashkohen ata masivisht, a do t'i lënë rehatitë vogla, a do ta lënë restorantin në darke, a do ta lënë kafen e bukur, a do ta lënë nuk e di se çfarë dalje në për fundjava, weekende, dhe do të vendosin që sot është momenti që të rebelohen kundrejt një shteti i cili vetëm të mirë nuk ju bën shqiptar.